e gjithë Europës. Kamionistët blokuan tani gjithë kufit, pika doganore. Se unë ishtë një parti politike mbi atë temi zemërat, revolt, mbështet platformën e vetë për të fituar vota pastaj. Ndërkohë, këtu në Shqipëri, e tha Shider, raporteri i Parlamentit Evropian. Kjo me Molotovca duhet mbaroj një moment. Ju duhet ktheheni në kuvend, se opozita aty duhet japi alternativë saj. Me këto nuk them që duhet të heqet nga protestat se e ka në ADN-n e vet. Por temi këto lloj protestash që edhe kur nisën sot rreshëm, se unë në momentin që pash ato zërat moderuara që folën tash okay. Pak po del një mesazh tjetër, një qëndrim tjetër opozitës. Fund fare përfundojnë një lloj. Shko ka një gjë unë, se si thua që Molotova në Europë, në fakt në Europë partitë politike nuk bën as protesta. Sepse partitë politike parimisht janë pjesë sistemit politik dhe marrin pjesë në sistem, marrin pjesë parlament, marrin pjesë në institucione dhe politika bëhet në institucione. Kryesisht parlament. Problemi është që ti del në rrugë kur s'ka institucione dhe kur institucionet janë të kapura dhe këtu sigurisht që mund ta justifikosh këtë. Por në momentin që ti del në rrugë ti duhet ta ndash mendjen që ti do bësh një politikë rruge, do hiqesh dorë nga institucionet dhe ti do përmbysësh. Pra kur ti del në rrugë, do të thotë që o do e përmbysësh ose dil në rrugë, bëj xhiro, ktheu prapë shtëpi, kjo nuk ka kuptim. Për mua, dalja në rrugë është shenjë dobësie. Dhe ti del në rrugë kur pushteti kap gjëra që si takojnë t'i kapi dhe ti do duke ndalon do t'i kapi, atë ti del në rrugë dhe demonstron forcë me qytetarët. Pra ti thua që unë kam qytetarët, vërtet mi ke marrë institucion, por unë kam qytetarët dhe kështu ti përleshesh me një pushtet që ka kapur gjërat. Por në momentin që ti s'ke as qytetarët, ose pastaj... Ka dhe një gjë, për shembull, dëgjova zotin Noga që tha, ky është narko kuvendi. Tha, këta kanë kap kuvendi. Tani, paradoksi kësaj është që nesër në ora 10... Do shkojnë në narko kuvendi. Do shkojnë te narko kuvendi, do marrin pjesë në komisionin e reformës territoriale, ku në ndajnë, padyshim, siç do thoshte me drejt Beko, edhe pazarin e tortës elektorale, përveç të tjerave, kuptohet, dhe në atë parlament që ti dje e goditet dhe e quan të kapur, nuk është dhe i kapur, sepse në fund fare janë në një komision konsensual, ku kanë të dyja palët njëjtin numër dhe kanë të njëjtën vendimarrje. Unë mendoj që është i kapur, por është i kapur nga të dy. Unë mendoj që të dyja palët e kanë kapur këtë shtet. Të dyja palët ndajnë tavën e pushtetit, ndajnë në leje ndërtimi, ndajnë resurse, ndajnë bëjnë politika, të të kamzës. Ja e mësove.